Zgjedhja e presidentit. Sa deputet duhet të jenë në sallë, sa duhet votojnë, kur duhen 80 e kur 61 deputet. Vjosa Osmani po kërkon mandatin e dytë në krye të shtetit. Ajo synon të jetë e para e vendit edhe për 5 vitet e ardhshme. Teksa kanë mbetur 9 ditë nga afati kushtetues kur kuvendi duhet t'ia besoj edhe një mandat të zonjës Osmani, ose të zgjedhë dikë tjetër për president, ose vendit të shkojnë në zgjedhje të reja, le t'i kthehemi procedurës për të sqaruar se si arrihet deri aty. Dilema e korumit. Kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria e kuvendit përcakton çështjen e korumit dhe mënyrën se si zgjidhet presidenti i Republikës. Megjithatë, meqense këto dispozita janë interpretuar në mënyra të ndryshme, varësisht nga interesat politike, çështja është dërguar 2 herë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe është trajtuar në detaje. Fillimisht ishte rasti i Bexhet Pacollit. Në atë rast, Gjykata Kushtetuese konstatoi shkelje sepse në raundin e parë kishin marrë pjesë më pak se 80 deputet dhe nuk kishin 2 kandidat në garë. Prandaj, çështja e raundeve veç e veç ishte përmendur vetëm shkarazi. Për ta kuptuar më qartë çështjen e korumit për zgjedhjen e presidentit, duhet t'i referohemi rastit të Hashim Thaqit. Në këtë rast, Gjykata Kushtetuese ka dhënë sqarime të hollësishme. Në aktgjykimin KO 47 thyje për 16, saktësisht në pikën 63, thuhet: Gjykata thekson që, për të qenë e vlefshme procedura për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, në raundin e parë dhe të dytë të votimit, duhet të paktën 2/3 e të gjithë deputetëve të kuvendit të jenë të pranishëm dhe të votojnë, ndërsa në raundin e tretë të paktën shumica e të gjithë deputetëve të kuvendit duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë në pajtim me paragrafin 4 dhe 5 të nenit 86 të Kushtetutës. Pra, në raundin e parë dhe të dytë duhen të paktën 80 deputet të pranishëm në sallë dhe që votojnë, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë të paktën 61 deputet. Si konsumohen raundet? Raundi i parë dhe i dytë konsiderohen të konsumuar vetëm nëse në sallë janë të pranishëm të paktën 80 deputet dhe ata votojnë. Në të kundërtën, raundi është i pavlefshëm dhe nuk mund të vazhdohet, pra nuk mund të procedohet me raunde të tjera, pasi raundi mbetet i pa konsumuar. Në pikën 64 të njëjtit aktgjykim thuhet: në mënyrë që raundi i parë i votimit të jetë i vlefshëm, të paktën 2/3 e të gjithë deputetëve të kuvendit duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Nëse ky kusht nuk plotësohet, raundi i parë do të jetë i pavlefshëm. Rrjedhimisht nuk duhet të mbahet raundi i dytë. Në mënyrë që raundi i dytë i votimit të jetë i vlefshëm, i njëjti numër, pra të paktën 2/3 e të gjithë deputetëve të kuvendit duhet të jenë të pranishëm dhe të votojnë. Nëse ky kusht nuk plotësohet, raundi i dytë i votimit do të jetë i pavlefshëm. Vetëm atëherë kur raundi i parë dhe raundi i dytë janë të vlefshëm, mbahet raundi i tretë. Për të qenë i vlefshëm raundi i tretë, kërkohen të paktën praninë dhe votimin e shumicës së të gjithë deputetëve të kuvendit. Pra, për të kaluar në raundin e tretë, ku kërkohen vetëm 61 deputet, duhet që më parë të jenë konsumuar në mënyrë të vlefshme 2 raundet paraprake. Dhe për të konsumuar këto 2 raunde, është e domosdoshme që të paktën 80 deputet të jenë në sallë dhe të votojnë.